Autoriteti rrugor në rajonin jugor ka intensifikuar masat për përballimin e kushteve të motit gjatë stinës së dimrit, me qëllim garantimin e qarkullimit normal dhe sigurisë rrugore. Strukturat përgjegjëse janë në katishmëri të vazhdueshme për ndërhyrje të shpejta në akset kombëtare. Ditët në vijim e qenë se parashikohen temperaturat të ulta, edhe rreshje dëbore kryesisht në zonat malore, janë marrë masa për depozitimin e kripës dhe skorjeve në vendet e caktuara, janë në gatishmëri 24 orëshe, makinerit edhe stafi përkatës për përballimin e çdo emergjence. Sipas të dhënave nga ARSH, pikat më problematike në rajonin jugor mbeten qafa e Muzinës, zona e ujit të ftohtë në Tepelen, si dhe segmente të tjera malore, ku temperaturat e ulta dhe rreshjet mund të krijojnë vështirësi në qarkullim. Aksi Erin Çajup edhe aksi Çarshov Dogana 3 urat, të cilat paraqesin rrezikshmëri për rënje rreshjesh dëbore. Ndërkohë, raste me formim të akullit edhe të ngritcave në rrugë kemi dhe në akset me nivel më të ulët, siç janë zona Subash uji i ftohtë në Tepelen, aksi Ureleklit Këlcyr edhe aksi Përmet Çarshov. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në akset malore, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të pajisin mjetet me goma dimërore.